Mirë miq, u vonuam pak se biseda ka nisur në këtë tavolinën tonë. Ne sot jemi bashkë me Gentian Sejranin, i cili në fakt është jurist, është le të themi kur po mendonim se kë do ftonim për diskutuar për krimin zgjedhor, na duhet dikush që ishte qytetar që ishte i angazhuar për këtë çështje, që mirë do ishte të vinte nga një zonë që është zonë e kuqe. Edhe kur po shikonim studimin pak të profesor Afrim Krasniqit, kur kishte bërë këtë hartën e risjeve, kishte vendosur Elbasanin si nga zonat më të riskuara. Edhe ne në fakt ftuam Gentianin për të diskutuar mbi krimin zgjedhor, edhe mbi modalitetet ose mbi atë se çfarë le të themi ndikon ai tek vullneti i qytetarëve për të votuar, si përkthehet ndikimi i krimit në aspektin zgjedhor. Po të gjitha këto në fakt do të kemi mundësi të diskutojmë. Faleminderit Gent që je në këtë komunikim me ne. Faleminderit Miken, faleminderit ti dhe Rigelsi për ftesën, po në fakt unë do doja që të ftohesha si qytetari i qytetit Luleve, si qytetari i kulturës, pra i Elbasanit që me traditën, me kulturën, me këngët, me vallet, me lulet, me festën e luleve, po fatkeqësisht sot jemi për të folur për anën tjetër të këtij qyteti. Pse le ballokumën? Po thash festa e luleve, se lulet për shembull i kemi ne të Pogradec. Pse na merr lulet? Dhe ke ndërmend na japësh ballokumën ne domethënë. Kështu që sot jemi në fakt për anën tjetër të qytetit që ka filluar në fakt të jetë në hartën e kuqe në këto vitet e fundit, mund të themi. Po pse në vitet e fundit? Çka ka ndodhur vitet e fundit? Mund të themi që ka pasur një mësymje të partisë në pushtet, me thënë të vërtetën, drejt të përfshirjes së elementeve kriminal për sa i përket proceseve zgjedhore. Dhe që me thënë të drejtën që kanë ndikuar. Mund t'i referohemi këtu zgjedhjeve të fundit që drejtuesi politik i qytetit tonë pati votat më të larta në nivel kandidatësh të Partisë Socialiste. Shiko, ka qenë interesante, se nga Elbasani vinë analiza dhe si thua studime interesante. Një komunikim më parë kam pasur gazetarin e Sion Ekonomik ku tregonte që në qytetin e Elbasanit, në dy zgjedhje më parë, drejtuesit politik të zonës e kuptuan se cilat kishin të fortët mbas tyre, dhe në një moment caktuar vendosën të uleshin në tavolinë dhe thanë, shiko, ne ndajmë zonën të fortëve. Ne mundet që të përplasemi dhe asnjëri nuk fiton. Kështu që ne e dim se kë kemi nga mbrapa secili, i lejmë këta të fortët, edhe po kjo ka nevojë për një lloj marrëveshje gentlemanësh edhe nga këto alla mafiozësh. Ndërkohë që kjo nuk ndodhi në zgjedhjet e kaluara kur për shembull patëm viktima në qytetin e Elbasanit për shkak të këtyre mekanizmave të strukturave të mbrojtjes së votës ose të manipulimit që u përplasën mbajmend PD-ja dhe Partia Socialiste. E vërtet Migen, pra nëse do t'i referohemi përfshirjes më së shumtit të krimit në proceset zgjedhore, mund t'i referohemi vitit 2017, që është viti që drejtuesi politik i qarkut të Elbasanit arriti një numër votash rekord dhe po ashtu arriti një numër rekord votash të pavlefshme. Mund të themi që votat e pavlefshme të drejtuesit politik të vitit 2017 në qarkun e Elbasanit ishin 9 Çfarë do të thënë votat për me? Pse, domethënë, sepse kush shihet pas votës së qytetarët të cilët ishin bler për të votuar kandidatin kryesor apo drejtuesin politik të Partisë Socialiste nuk ishin mësuar se të votonin. Dhe duke votuar gabimisht në fletën e votimit, fletat e tyre dolën të pavlefshme. Pra lekët që ata shpenzuan apo edhe presioni që u bën qytetarëve për të votuar drejtuesen e partisë në pushtet, i dolën pavlefshme dhe ne ishim një nga qarqet me votat pavlefshme në nivele më të larta dhe po t'i referoheshe, sepse unë kam ndjekur dhe gjatë numërimit votave, shumica e votave të pavlefshme i përkisnin drejtuesit politik të partisë në pushtet. Po mirë, tani të pyetur shumë nga si qytetar nga Elbasani, se ndonjëherë njerëzit e gjejnë veten në këto hartat e risjeve, edhe fillojnë edhe pyesin orë, po çfarë risku, çfarë krimi, domethënë këtu qyteti është i qetë. Ti e ndjen që ka një lloj tensioni edhe një lloj prezence të, le të themi, krimit nga perspektiva jote, nga mënyra se ti si ti sillesh në qytet, domethënë. Në fakt, në qytet nuk mund të ndihet shumë kjo situata e të fortit, pra sepse të fortit në qytet nuk janë ata të cilët vinë dhe bëjnë këtë parakalimin apo edhe paradon e tyre të forcës tyre në qytet. Pra është një lloj heshtje për sa i përket forcës së tyre treguar qytetarëve të Elbasanit.
Problemi është që më pas, nëse ti do të shkosh dhe do të marrësh një shërbim tek institucionet shtetërore, ti duhet shkosh dhe para të trokasësh tek i forti i cili është pjesë e krimit zgjedhor. Pra ti për të marrë një drejt, për të marrë një certifikat pronësie, nëse je proces legalizimi, ti nuk mund të shkosh dot dhe nuk mund të hapen dyert tek institucioni pa shkuar fillimisht të kontaktosh me të fortin e zonës. Po si hapen kur e kontakton të fortin e zonës? Se i forti i zonës është tek zyra e administratës. Mjafton një mesazh ose një telefonat, Miguel. Domethënë është ky rasti i encrochatit edhe këtyre përgjimeve që dolën që edhe nga universiteti vendosesh e ku si do shpërndaj droga? Jo vetëm aq, po ti ke edhe në përdosjet e SPAK-u tashme që ata përcaktonin kush do të ishte drejtuesi i spitalit, kush do të ishte shefi antidrogës, e tjera. Pra kjo tregon që dhe ata kanë menduar, pra janë sofistikimet të mënyrës se si veprojnë grupet kriminale. Pra ata nuk merren me qytetarin e thjeshtë. Pra janë bërë zgjuar, janë bërë smart. Pra ata nuk merren me qytetarin e thjeshtë, dhe s'kam se të merren me qytetarin e thjeshtë. Edhe kjo është pozitive për sa i përket qytetarisë së Elbasanit, sepse ata nuk dinë këtë presionin. Por nga ana tjetër, ti je shek kur do të përballesh me një institucion, kur do të marrësh të drejtën tek një institucion, që ti nuk ja del dot pa shkuar fillimisht të shkosh të kontaktosh me të fortin, të bindesh të fortin, i fortit të peshkoj ty gjatë gjithë proceseve të tjera më pas, sepse ti fillon dhe krijon kontaktin me të fortin. Pra vendos një kontratë të pashkruar me të fortin. Pashkruar, po që ti je në këtë kontratën që se prish dot më. Se prish dot më se ai është i fortë. Është i fortë, po edhe të ka bërë nderin. Ai të ka zgjidhur një nder që ty s'ta zgjidh dot as deputeti i zonës, as kryetari i bashkisë, as kush. Ta zgjidh ai. Interesante, po. Shiko, se po e bëj pak kështu, tani me këtë bursën e re të euros, sa ka shku vota e një qytetari? Nuk është shpallur akoma nga Gandhi. Si janë skandal përdicimet e reja të tarifave. Por mund të themi që sërish është sofistikuar dhe mënyra se si shitet vota. Ka pas një lloj sofistikimi dhe këtë do pyesja, se kjo e para ishte pak për kështu, nga mënyra se si njerëzit kanë filluar të qytetarët. Kanë filluar për shembull dhe është sofistikuar për sa i përket mënyrës se si do të shesin votën. Për shembull, gjatë një bisede që kisha me një mikun tim, më tha që dikush më kërkoi që ti siguroja disa vota për shkak të fisit të madh që kam në zonën ku unë banoj. Edhe ndikimit që kam të fisit sepse më respektojnë, edhe nëse unë do t'i them një fjalë, mendoj se mund të. Po kjo quhet blerje? Patjetër që është blerje. Për mua, po këtu s'ka marrëdhënie transaksionale. Çfarë është këmbyer në blerje nuk është vetëm marrëdhënie lek. Blerje për mua është edhe pozicioni vendi punës. Është edhe tenderi. Është edhe ofiqet e tjera që mund të marrësh. Dhe kjo blerje është. Pra sepse në mënyrën se si konceptohet edhe nga qytetarët, nga shoqëria shqiptare, është që ne të gjithë kohës atakojmë ata personat që janë të marginalizuara. Grupet e marginalizuara, i themi jakta, e shitën votën dhe sot kemi Ramon pushtet apo dje Berishën pushtet për shkak të këtyre. Tani kjo është pyetja ime. Votën e shesin vetëm ata të cilët janë të varfër? Vetëm ata të cilët janë grupe, le të themi, të marginalizuara? Apo e shesin edhe klasa e mesme apo Miguel, apo i sheti pasuri për shkak? Unë mendoj që 60% e shqiptarëve shesin votën në mënyra të ndryshme. Dhe këtu i referohem dhe atyre të cilët e shesin për kontrata apo për tendera, për prokurime, edhe ato që cilët e shesin për vende pune, edhe ata të cilët e shesin për shkak të nivelit tyre të ulët ekonomik nëpërmjet pagesës të menjëhershme. Po flasim për ato shitje të cilat janë të ndaluara me ligj apo po e pasurojmë fjalën shitje të votës? Po edhe nëse ti ndikon tek vullneti i qytetarit nëpërmjet një vendi pune, është shitje. Atë kodi penal e përcakton. Nëse ti e shet votën për shkak se nesër pastaj do të përfitosh disa tendera nga partia që do jetë në pushtet, është prapë shitje e vote. Dhe nuk e shet vetëm ti, po e shet bashkë me gjithë punonjësit që kanë në mbikëqyrje. Tani kush shkon në burg? Për mua duhet shkojë ai i cili ka kontaktin drejt për drejt me. Po sipas ligjit sot kush shkon në burg në këtë marrëdhënie? Sipas ligjit apo sipas zbatimit të ligjit mund të themi, sipas zbatimit të ligjit shkon vetëm fundi i kavalit.
Shkon fukaraj. Fukaraj. Shkon ai zinxhiri i Dhe fundit. jo ai që është kryesori që bën kontratën me përfaqësuesin politik. Por që ligji parashikon që të dy ndëshkohen. Të dy duhet shkojnë, madje ky duhet marrë dënime të lartë sepse ky është ai personi i cili ka bërë ndërmjetësimin. Po a ke besim ti që në këto zgjedhje mund të ketë një lloj ndryshimi në mënyrën se si i qaset drejtësia çështjes së shitblerjes së votës ose krimit zgjedhor? Në fakt e shpresoj fort që të ketë pak të ndryshim këtë vit. Duke u parë edhe se bashkëpunimi që po ndodh midis prokurorisë për posaçme, KQZ-s edhe prokurorisë përgjithshme. Do doja fort që të paktën këtë vit qyteti i Elbasanit të dilte nga arta e kuqe, ndoshta edhe për shkak të frikës apo edhe të vëzhgimit të specifik në qytetin tonë, në qarkun tonë nga prokuria posaçme. Duke parë edhe nga mënyra se si janë përzgjedhur dhe prokurorët cilët kanë qarqet, mendoj se ashtu siç kemi parë në media, prokurori i posaçëm i cili do të jetë për qarkun e Elbasanit, unë themi që është një nga personat më me integritet dhe një nga personat cilët ka pasur dhe dosje të nxehta dhe mjaft të nxehta, më themi, bëhet fjalë me sa kam parë dhe lexuar për Olsi Dadon. Kështu që unë shpresoj fort që atë integritet që tregoi për procesin kundrejt zotit Velia të jetë të paktën të jetë një lloj shenje që në zonën e kuqe të qytetit të Elbasanit do të ketë zgjedhje dhe do të ketë një demokraci të mirëfillt ku qytetarët do të shkojnë dhe do të vendosin të pandikuar nga element kriminal apo edhe nga element të tjerë për të dhënë votën aty ku ata mendojnë se duhet ta japin votën. Kështu që unë e shpresoj fort këtë gjë. Le të jetë ndoshta është fatkeqësi që ne e shpresojmë nga sistemi i drejtësisë këtë gjë, sepse ne duhet të jemi vetë duhet të jetë shoqëria pra e ndërgjegjësuar, por kur shoqëria nuk është ndërgjegjësuar, atëherë është sanksioni që funksionon. Dhe në këtë rast ne jemi te sanksioni, po jo sanksioni siç ka funksionuar deri më sot, që sanksioni ka qenë vetëm për njeriu e varfër dhe për atë të fundit të zinxhirit, dhe jo ashtu siç ka funksionuar paktën për dosjet që janë sot në SPAK për sa i përket krimeve zgjedhore dhe të cilët nuk kanë përfunduar dhe nuk kanë akoma dënime të mira që të bëjnë precedent. Këto dosje janë për prokurorit, janë në SPAK. Disa prej tyre janë, po ka edhe dosje të cilët i kanë kaluar SPAK-ut për shkak edhe të emrave të cilët akuzohen, të cilët janë me funksione politike. Edhe unë shpresoj shumë që kjo, si le të themi, kjo fryma e re e drejtësisë, edhe duket që ka bërë pak këtë misionin e vet, po të veç re janë trembur palët politike kur prokurorët kanë thënë që do jemi në fushë për të vëzhguar. Kujtoj këtu kryeministrin që ngrinte duar dhe vinte duar në kokë dhe thonte do na përgjojnë ne prokurorët. Ndërkohë që ti nëse nuk ke ndërmend të bësh asgjë, ti mund të vëzhgohesh nga kushdo çfarë bëni. Nisë nga unë. Do të thënë frika nisë nga unë. Frikë, do të thënë është situatë që unë kam ndërmend të bëj diçka, kështu që mos hajde në terren po kam shtypjen që ka lëvizur edhe pra për mua është fatkeqësi që ne ta presim këtë ndryshim nëpërmjet sistemit të drejtësisë. Do doja që ne si qytetarë të arrijmë një lloj ndërgjegjësimi. Po çfarë do i bëjnë qytetarët të fortit? Por ne nuk duhet të prisim një moment kur sistemi i drejtësisë nuk duhet prodhonim të fortë. Të fortë, patjetër. Pra se të fortët u kriju nga politika. Jo, kjo do ishte shumë mirë. Pra të fortët u kriju nga politika. Pra është sistemi politik ai që ka nxirtur të bëhen të fortë. Dhe është sistemi politik ai që i shfrytëzon të fortët. Po çfarë mund të bëjë një qytetar përballë një të forti? Ku është krijuar, nuk ka po jo tani. Nuk ka mundësi të bëj asgjë, por është krijuar. Pra, po për shembull, nëse sot vjen një i fortë edhe të thotë sado na po t'i jap ose unë të kam në dorë ty dhe shko. Nuk e shef fshet vota në fund. Të pasoja. Unë them shkaku. Po them që nuk është vota e fshet në fund. Pra çfarë do mund të prodhojë një njeri gjatë periudhës së zgjedhjeve. Për shembull, mbaj mend një palë zgjedhje shpërndanin kandidat. Ka shumë zgjedhje ku kanë harxuar lek nuk fitoi. Për shembull, zgjedhjet në Amerikë, Elon Musk tek zgjedhjet më të shtrenjta për një nga le të themi gjyqtarët, në fund nuk fitoi. Sepse në thelb procesi i votës, procesi ku ti firmos është i fshet. Po ti mendon se ai ka guximin që ta gënjej atë që i ka dhënë. Po këtë dua unë të më sqarosh. Ti beson që është çështje guximi apo se shumë njerëz mendojnë që është i kontrolluar mënyra se si voton. Unë vetëm nuk e besoj, por shumë njerëz mendojnë që guximi. Po nëse ti
Mund të themi që Partia Socialiste është një nga strukturat më të frikshme të mënyrës se si e kontrollon dhe e menaxhon votuesin. Pra, ma thuaj në fund fare. Po Në fund fare, është e fshet vota? Jo. A ta lexon njëri votën? Patjetër që e lexon votën, sepse mjafton që ti në fund kur mbyllë kutitë e votimit, shikon se sa është raporti i qytetarëve të cilët kanë votuar me forcën tënde dhe ti kupton që disa nga ato qytetarët të cilët ti i ke dhënë parat nuk kanë votuar për ty. Po s'mund t'i vesh gishtin askujt. Disa nga, ku e di ti nga disa nga? Ato e kanë qartazi. Mund të ndëshkojnë të gjitha? Ato e kanë qartazi ku dyshojnë. E kanë komplet pasqyrën e pastër. Apo me krimin nuk mund të merresh vesh në fund, thua. Se ti, kjo është gjë tjetër, ma mendon qytetari ka guximin që ta gënjej atë që i ka blerë votën. Se bën dot. Shiko, në një marrëdhënie transaksionale, për shembull, unë besoj që kur dikush hyn në një marrëdhënie që do të marr diçka dhe jep diçka, aty nuk kam çati them dhe nuk kam çati sugjeroj se në fund të ditës ka bërë një marrëveshje transaksionale që nuk duhet ta bënte, po e bëri dhe e dha. Po ka një pjesë të madhe të tjerësh që e bëjnë këtë në mënyrë të forcuar nga frika, siç mund të jenë administratë publike. Dhe e bëjnë sepse mendojnë që vota e tyre do numërohen në fund, ose do t'ju gjurmohet. Po kjo me sistemin, me përmirësimin le të themi të procedurës së votimit, kam përshtypjen që nuk do të thënë në vendin tonë. Ja, të shpjegojmë ty në momentin kur unë kam votuar në 2023. Në momentin që unë bashkë me bashkëshortën shkuam për të votuar, të dy forcat politike që shoqëronin qytetarët për të votuar u larguan. Pra ata e dinin që ne nuk kemi as të këtyre, as të këtyre. Dhe ata e shikonin që kur vinte qytetari, është hyni dhe e merrin dhe e shoqëronin. Presioni është deri tek dera. E shoqëronin deri te dera. Te dera pastaj e merrte personi i cili ishte pjesë e komisionit nga partia. Pra është aq e kontrolluar gjithë procesi, saqë ti arrin ta kuptosh cili nuk ka votuar për ty. E vërtet është. Dhe tani imagjino një parë situate kur i forti të vjen dhe të thotë a do votën apo do dajakun. Qytetari zgjedh do paran apo do dajakun. Qytetari zgjedh paran. Së është më e lehtë. Pra këto janë situatat e shitblerjes së votës, se po mbesim vetëm tek ajo që është tradicionalja shitblerja e votës nëpërmjet paras. Por ne duhet të shkojmë edhe në nivelin tjetër. Dhe e nisa pak më parë një bisedë me një mikun tim që i kishte kërkuar një nga kandidatët, të lutem puno për mua që të sigurosh sa votën në zonën, paktën në Fisin, se është një nga fiset më dhe. Dhe sofistikimi kishte ardhur këtu që qytetari tha, "Okay, un kam një hall për të zgjidhur. Ma zgjidh këtë dhe unë të jap të siguroj votat e fisit tim." A është kjo shitblerje? Si e mendon? Ti je juristi. Po shitblerje e pastër. Pra ti po e shet votën kundrejt një pozicioni pune. Dhe çfarë është prap sofistik? Varet nga çfarë i kërkon. Se për shembull ti mund t'i kërkosh që të rrit standardet e jetës së qytetarëve. Po s'është kjo s'është shitblerje pastaj. Okay. Kjo nuk hym te shitblerja. Te shitblerja është ku ti për interesat tua personale, për interesat tua personale. Pra këtu jemi para një shitblerje. Dhe ai kishte kërkuar një jo më të ishte bashkëshortja me kontratë pune, po të ishte definitive. Dhe përgjigje kishte ardhur që nuk e zgjidh dot, nuk e bëj dot definitive, atëherë dhe unë s'mund t'jap dot votat. Pra u prish. Pra ishim në tregun e shitjes së votës dhe blerjes së votës. Negocimin. Nuk u arritën vullnetet që të bashkoheshin për shkak se ai nuk pranoi që ta jepte votën pa siguruar vendin e punës së bashkëshortës, dhe kjo është një mënyrë shitblerje. E vërtet. Është mënyrë shitblerje e mirëfillt. Dhe ne nuk merremi me këtë. Pra ne në asnjë moment si mund të merremi me këtë? Ose kush mund të merret me këtë? Po sepse sot ne shohim që në administratë publike për të punësuar duhet të kesh një marrëdhënie me partinë pushtet. Se ndryshe ti nuk e merr vendin e punës. Në momentin që ti duhet të kesh një marrëdhënie me partinë pushtet, ti e kupton fare mirë se çfarë shërbimi duhet t'i japësh partisë pushtet. Dhe e vetmja gjë që duhet t'i japësh votat, që ta mbash në pushtet. Vërtet është. Dhe kjo është një marrëdhënie e paszgjidhshme dotme. Pse është e paszgjidhshme? Sepse ti duhet të qëndrosh në punë, duke mbajtur në pushtet partinë që të ka futur në punë. Ajo që po më thua ti, tingëllon sikur vetëm pushteti korrupton ose kryen krim zgjedhor. Do thënë kush ka pushtetin dhe fuqinë. A ndodh që edhe opozitat të korruptojnë edhe të kryejnë krim zgjedhor?
unë prap do ta kthej vëmendjen tek qarku i Elbasanit. Në zgjedhjet e fundit pam që një nga deputetët theu ersin e partisë opozitare. Dhe mendoj se ishte shumë e vështirë që të thyesh ersin në qytetin e Po Elbasanit, duhet këtë qenë njeri popullor. por popullor, po e marrim si popullor, po pa pasur këtë lloj marrëdhënie tjetër që ne po e diskutojmë sot, nuk besoj se mund të thyesh ersin në qytetin e Elbasanit. Po gjithsesi kjo është temë që duhet të ketë strukturat të cilët duhet ta vërtetojnë dhe ta kuptojnë pak më mirë se si ka funksionuar. Por padyshim që edhe opozita ne kemi parë dhe kemi dëgjuar dhe nga dosjet që janë e tim që ke mbështetjen tonë vetëm nëse ti e nxjerr nga tregu grupin ton rival. Bëhet fjalë për grupe kriminale. Për grupe kriminale. Për grupe kriminale të cilët ishin ndarë në pozitë dhe opozitë. Dhe kjo ishte kërkesa e vetme. Po mirë, këtë pyetje kam. Çfarë të mirash marrin mbrapsht grupet kriminale kur përfshihen? Dhe kush është interesi i grupeve kriminale që të përfshihen Së fundmi është shpallur harta se ku do të mbillet ashashi farmaceutik në vendin tonë. kush ishte kjo dhe? Së fundmi është shpallur harta me vendim qeverisë Po. se ku do të jenë zonat, cilat do të jenë zonat që do të mbillet ashashi farmaceutik në vendin tonë. Dhe cilët do të jenë kompanitë apo individet cilët do të licencohen për ta bërë këtë gjë. Po pse grupet kriminale do i mbjellin ashashin? Nuk e di, ta shohim. Cilët do të certifikohen, cilët do të licencohen. A do të kenë lidhje se nuk është e thënë që të dalim me emrin e tij apo të saj ashtu siç veprojnë drejtarinë në institucione ndryshe në zonë kam dhe mbase për shembull Durrësi është Elbasani fshinje nëpërmjet Elbasanit dhe
pozicionit ti gjeografik. E para dhe dyta për shkak se u thash në 2017 nisi çdo gjë që sot e kemi pasojë. Rezultateve zgjedhore është mjaft rezultat. Përgjithshëm të qytetarëve do i referohemi vetëm të është vullneti i popullit i Shqipërisë. Si jetojmë në një nivel shumë të pavarur, nuk më takon të bëj skeptiku. A mos kemi të bëjmë me se sa absolutisht po, sigurisht po. Dhe duke pas shumë mjete, e ka shumë të lehtë me atakuar palën kundërshtare, me ja hequr mundësinë palës kundërshtare që ta bëjë të mundur blerjen e votës, apo edhe të shfrytëzoj mënyra të ndryshme për të ndikuar tek vullneti i votuesve, dhe duke parë këtë situatë është më shumë favorizues për pushtetin që ta shfrytëzoj dhe ta ndikoj drejt për drejt vullnetin e votuesit kur vjen puna tek momenti i fundit i votit. Është për të parë, për të testuar votën elektronike në qytetin e Elbasanit. Dhe kam shkuar atje, madje mund ta them dhe publikisht, e kam gjetë pavlefshme. Si vot. Po pse aty na pas kanë ardhur problemet ja mund, pikërisht. Ti na pas ke lënë në këtë ditë. Domethënë ti vetë pas ke votuar. Kam shumë vite. Edhe pas ke pritur që ti ndryshoj situata. Kam shumë vite që nuk kam shkuar për të votuar, por edhe këtë vit që shkova për testuar se si votohesh elektronikisht, edhe për të parë se si devijohesh vota e qytetarëve nëpërmjet sistemit elektronik nga vetë personat që shkonin aty për ta ndihmuar qytetarin. Unë nuk të le të më ikësh nga këtu, po mos më thej që ti ke gabuar gjithë këto vite që s'ke votuar. Është debat më i gjatë se shkemi kohë ne migjen për sa i përket pse nuk duhet votuar. Pra, sipas këndvështrimit tim. Pra, madje unë do thoja që ne duhet kemi në sistem votën e bardhë. Ka pasur një nismë nga disa abstenimi edhe mund të disa djem më parë, cilët kanë filluar që ta kenë pra në komunikim publik, por edhe në disa procese për të futur edhe votën e bardhë si një votë Po pse mo gjen ma bën këtë? Unë mendoj se vota e bardhë do ishte të paktën një lloj mundësie që ne qytetarët që të nxjerrin pavlefshme të tregonim që të lexoj si revolt, si mesazh. Si revolt. Po mirë, ti nuk e ke kuptuar edhe mbasi disa ngjarje e kanë ndodhur vendit tonë në aspektin e bojkotit në demokraci. Për shembull e provovi Lulzim Basha, iku nga parlamenti dhe tha do t'i bjerë bomba këtij vendi, dhe asgjë s'ndodhi. Unë mendoj se ishte bojkot i mirë fill bojkot. Ndërkohë, ishte bojkot si pasojë marrëveshje. Pastaj mbasi bojkotoi parlamentin, mendoi që ore po të bojkotosh zgjedhjet, një gjë më e madhe mund t'i vi vendit. Edhe i bojkotoi edhe zgjedhjet u bën tëra bashkitë socialiste. Domethënë ti edhe mbasi ke parë tër këtë le të themi pa fuqi të mos pjesëmarrjes
Miken, Pra mendojnë që mos pjesëmarrja e dyshoj të kenë qenë bojkotet të mirëfillta. çfarë bënin me ata? Jo, Ata e lanë ndër pushtetin. Unë mendoj se kanë qenë bojkotet që vinin si pasojë një marrëveshje më parshme. Unë e dyshoj këtë. Po në fund, mos pjesëmarrja në demokraci prodhon vetëm avantazhe ndaj atij të cilit ti mendon se po akmeresh duke mos marr pjesë. Pa, apo thua në demokraci? Demokraci. A jemi në demokraci? Po Freedom House thotë jemi demokraci ciklike hibride. Po pra. Po fillon me demokraci përpara, kështu që po e zgjidhemi demokraci. Okej, pra, po heqim ato mbrapa. Po qëndroj vetëm në. Unë mendoj se nuk jemi në demokraci. Për sa i përket mënyrës se si votohet vendin tonë. Pse? Po sepse ndikohet vullneti i qytetarëve për të votuar. Pra që kohë sa ne Po mirë mos e po më çudi tani. Edhe ti që nuk e ke vullnetin e ndikuar, nuk ke votuar dhe mendon që nuk duhet të votojmë se ndikon. Sepse duke parë se ç'ndodh me krimin zgjedhor, me shit blerin, them vota ime nuk do ndikoj asgjë. Dhe më mirë distancohem nga kjo gjë. A mund të jetë problem? Nuk do ta bësh të rrallë besoj. Nuk e di, ndoshta do duhet që të shikoj programet, se deri më sot s'kemi parë programet të dy partive kryesore, kemi parë kështu tek tu ndonjë dalje televizive që tregojnë programet pikat kryesore, ndoshta një moment do shoh cilat janë programet e partive politike dhe cili është programi që unë mendoj se mund më ngjis pak më afër. Mua më vjen keq që ty të pas kanë lënë pa patronazhist. Se po të kishin vënë patronazhist nga mbrapa do votoje. Kjo është mirësi kur ti ose kur ti shkon tek qendra votimit dhe largon militantët e partive apo patronazhistët. Pra sepse as të djathët nuk të shohin si tyre, as të majtët nuk të shohin si tyre, dhe kjo është mirësi. Shiko, po më thoje pak më parë që është do jetë shikoje programe elektorale. Po. Nuk i ke parë deri tani? Po, ku janë bërë publike? Disa linjë që i kam, unë po kam përshtypjen që s'do të pëlqejnë, po janë. Janë ndoshta partitë e vogla, po partitë e mëdha kanë hedhur në faqet e tyre, nuk i kam parë, ndoshta mund të jetë edhe mos. Nuk janë të plota, po janë. Po pra. Kurse unë si qytetar që duhet ta çoj voton dhe vota ime të jetë pas një bindje paraprake, do doja që të shikoja për ato fusha të cilat unë kam interes që të ndryshoj vendim, të shoh kush nga partitë mendoj apo e kanë program për ta ndryshuar apo për ta bërë ashtu siç unë mendoj. Në momentin që do shoh programet e tyre dhe do ketë programe të tyre të cilët do mbindin, do shkoj do votoj atë të cilat do mbindi. Nëse nuk do ketë, do qëndroj prapë. Po e vërteta. Shiko, edhe në fakt në Shqipëri ka shumë një individ të cilët besojnë dhe e mendojnë kështu si ju, edhe po të shikosh numrin le të themi në rritje ose në ulje, po një numër i konsiderueshëm njerëz të cilët nuk marrin pjesë në procesin e votimit, po gjithsesi mua më vjen mirë që ti e the sepse mua më del detyrë e shtuar edhe si mik që jemi që do investojmë personalisht te ty për të siguruar që ti do votosh. Po jo si patronazhist. Asnjëherë, jo, absolutisht po, edhe me pjesën edhe me ndonjë tjetër që ka të njëjtën gjë. Po prapë do mbetesh atë kjo e programeve, po pak më le të themi pak më sofistikuar. Mendojnë që partitë në vendin ton kanë një lloj le të themi vlerë ose mundet që të gjesh hapësira ku kanë demokraci brenda partive politike që marrin pjesë në zgjedhje? Në fakt nuk mund të shohim që partitë tona politike janë shumë apo gëllon demokracia brenda tyre. Po çfarë do doje ti që të kishin? Se për shembull mund të jetë koha që dikush mund të rikuperojë mbas kur dëgjon bisedën me te. Po ti referohemi zgjedhjet të fundit. Po. Kishim të dy partitë kryesore, pati njëra platformën deputeti që dua, po, kurse tjetra primaret. Po. A janë të pasyruara mjaftueshëm në listat për deputet këto dy? Ne bëm një analizë, jo. Do me thënë ishte një proces i madh, po përfundoi si një proces i vogël. Atë do të thotë që vetë demokracia brenda strukturave partive politike nuk ka funksionuar. Po partitë e reja? Partitë e reja ndoshta do duhet pak më shumë kohë për ta kuptuar nëse janë pra gëllon demokracia të to apo jo, por me aq sa kemi parë, po të shohësh ato janë sot para një situate ku e kanë të vështirë që të kenë njerëz pranë tyre, sepse janë parti të reja dhe mund të themi që janë parti individ.
për sa i përket mënyrës se si kanë funksionuar, pra nuk janë parti të cilët tregojnë qartazi që kanë një mbështetje tek qytetarët apo tek ata të cilët i mbështesin, po të shohësh në media janë vetëm individ. Dhe unë do doja që të paktën nga partitë e reja të thyesh ky miti që partia është individi, po partia janë njerëz të cilët janë aty dhe japin kontribute ndoshta edhe më shumë se sa individi i cili është vetëm me thjesht emër drejtuesi i partisë politike. Nuk e kam parë deri më sot këtë gjë apo këtë që asje te partitë e reja, madje ne kemi qenë bashkë në një protestë ku pam që drejtuesit e partive të reja e morën mikrofonin dhe selçuan më. Pra është kjo qasje demokratike? Po shiko, unë jam shumë ftova aty në pyetjet. Unë ne di, dhe bashkë ne kemi miq pjesën më të mëdha të rinjve të cilët kanë marrë kurajon edhe kanë bërë një hap të rëndësishëm për tu le të thuajmë që qasur qytetarëve për tu votuar. Edhe nga dozat e kritikës, unë ndonjëherë jam më shumë kritik ndaj të rejave, por në perspektivën sepse kam më shumë besim te të reja. Domethënë nuk ka ndonjë vlerë me qenë kritik për Partinë Socialiste se nuk ndodh gjë. Po nuk ndodh gjë. Pritshmëritë. Dhe ti beson, domethënë ti mendon që je kritik në një vend ku e di që ka vlerë kritika jote, sepse le të themi në vendet e zhvilluara ato që e vlerësojnë kritikën, kritika është më e rëndësishme. Por mbas edhe ata nuk kanë kohën për të marrë me këtë punë. Kur bësh parti politike, ti duhet llogarisësh votuesin edhe bëhesh pak më pak edukativ. Ndërkohë që ne nga pozicioni i shoqërisë civile këtë e kemi shumë më komode. Pra ne nëse në bisedën tonë humbim dëgjues, humbim votues, e çfarë pasaj ne votojmë, nuk na voton njeri, kështu që ne mundet që të merremi pak me ta. Kurse mbas ata janë duke u nxituar pak dhe gabuar në a mund t'i fal, domethënë problemi është unë po ta ktej pak me pyetje. Gabimi që ata po bëjnë dhe unë bi dakord me ty. A është i falshëm dhe a është i tolerueshëm për momentin ku ata janë? Në kjo është pyetja ime dhe një dilema ime. Miguel, institucion, pra për mua unë i shoh partitë politike si institucione. Dhe duke qenë që janë institucione, padyshim që nëse një institucion e fillon fazën e tij të parë me mungesë të demokracisë të brendshme, mendoj se edhe më tej do vazhdoj me të njëjtën qasje. Kjo është edhe frika ime sigurisht. Dhe unë të doja që si qytetar së pari, si votues së dyti, duke parë që jemi lodhur me partitë e vjetra, dhe duhet kishte një zhvillim të partive të reja, shikoja te partitë e reja një model ndryshe nga partitë e para. Pra, do doja që të ishte një model ndryshe nga partitë e para. Nuk e ke parë? Pra aq kosa nuk e kam parë këtë. Qoftë edhe nga ligjërimi, po qoftë nga mënyra e komunikimit me midis njëri tjetrit, po edhe nga grindjet që kanë midis njëri tjetrit, nuk më jep këtë përshtypje që ne kemi partitë të reja, institucione të reja, cilët do të edukojnë qytetarët ndryshe nga partitë e vjetra. Pra aq kosa nuk e kemi këtë lloj institucione të partitë të reja, do të bëj herezi. Shiko, mos mendoj që kjo është pika e fortë e tyre. E ke menduar ndonjëherë? Për shembull, ne kemi thënë gjithmonë që të vjetrit janë arrogant, janë të jo transparent, janë hakmarrës, agresiv, jo demokrat. Dhe në 30 vite, mbas ata e kanë edukuar që pra ti e duke thënë që qytetarët e duan Dajakun. Janë edukuar, jo Dajakun, jo, po janë edukuar në mënyrë të tillë, sepse një lider që qëndron 30 vite në pushtet formson sjelljen në shoqëri, nuk është aq legjera. Dhe mbase ky është pika e fortë e këtyre miqve tanë që edhe këta të rinj duhet ta kopjojnë. Mbase po them, nuk po nëse ata duhet kopjojnë të vjetrit. Nuk e ke menduar ndonjëherë që kjo mund të jetë pika e fortë? Po pse duhet votoj partitë të reja? Mbaj ato të vetit. Se mund të jenë më të këqij. Jo, sepse nëse ti do shkosh me të njëjtin qasje dhe thua që qytetarët e duan atë të individin parti dhe ne të reja do shkojmë po të njëjtën model partie individ, atëherë pse duhet më thuash që janë parti e re? Pra ti thjesht je sepse data e themelimit përkon me nëse i the pra nuk je në term i ri, pra që ti po se diçka të re, po thjesht je i ri për shkak kohe. Mirë, mos i biem shumë në qafë, mo? Jo, si jam duke i rënë qafë, jam duke thënë se apo vlen ti biem në qafë. Po jo, unë jam duke menduar që dy gjëra që nuk funksionon mirë e vërtetë është. Bëjmë kontribut kur pra nuk jam duke menduar që ne duhet
ti bijem atyre për të mbështetur partitë e mëdha. Partitë e mëdha nuk ekzistojnë në hartën time. Okej. Tani unë qofse do flas për partitë e reja, Bën do sens. flas për partitë e reja për t'i dhënë aq sa mundem kontribut. Ndoshta ato s'kan fare nevojë për kontributin ton. Se në fund fare, Jo, nëse e mendojnë kështu, fati keq për to. kaq, kjo është. Mirë. Shiko, unë me të gjithë të ftuarit në fakt bëj një moment ku të gjithë liderët që marrin pjesë në këto zgjedhje, ju kërkoj që me një fjali ose me dy fjali të shpjegojnë se çfarë ata mendojnë dhe besojnë për ta. Kështu që do e fillojmë duke komentuar se cili është qëndrimi jot për kryeministrin e vendit Edi Rama. Në fakt, gabimi që ka ndodhur në sistemin ton politik është që unë nënvlerësua shumë nga opozita e dikushme figura e Edi Ramës. Sot mund të shohim që është një nga personat politik me një ndikim që s'ka ndodhur më parë në sistemin ton politik e para. E dyta është një nga personat që nuk e di a e ka të tij apo e ka për shkak të këshilluesve që ai ka pranë, po mund të themi që është një nga politikanët më të zgjuar sot aktualisht. Mbase u bë i zgjuar rrugës. Nuk e di, thash, a e ka të zgjuarsinë e tij apo e ka të këshilluesve të tij, dhe këtu i referohen qoftë këshilluesve vendas, po dhe këshilluesve të huaj, por mund të themi që ka qenë një nga politikanët më të suksesshëm në vendin tonë. Është e vërtetë. Lideri i opozitës, zoti Sali Berisha, i cili kërkon të rikthehet edhe një herë në pushtet si kryeminist. Do doja fort që të paktën pasmarrjes së partisë të kishte propozuar se cili do të ishte kryeministri i vendit nëse Partia Demokratike do të vinte pushtet. Po ti se njeh kush është Sali Berisha që po thua këtë? Do doja, thash. Do doja. Në momentin që ai mendon se do jetë sërish kryeministri i Shqipërisë, për mua si Gent ka zero shpresa për sa i përket mënyrës se si një person i cili ka pasur pushtetet më të larta në vendin tonë do doj të rikthehet sërish dhe për të treguar që unë do të jem i riu në vendin tonë dhe do ta bëj Shqipërinë madhështore. Shqipëria, në mendimin tim, nuk ka qenë ndonjëherë madhështore ashtu si mund të jetë slogani i Amerikës. Pra ti nuk beson që do e bëj madhështore. Fakt do të shoh programin politik të kryeministit, po nëse themi madhështore, kujt Shqipëria i referohet për madhështi? Ai nuk po thot madhështore sërish, ai po thot madhështore. Po pra, po. Dhe mbase dikush mbas ti mund ta bëj madhështore siç ai do e bëj. Po kjo metet për të parë gjithsesi. E kuptova. Lulzim Basha drejton koalicionin që emrin e ka koalicion, por në fakt është vetëm parti e vetme. Në këto zgjedhje është koalicioni Euroatlantik. Në fakt, këto kohët e fundit ka filluar të qarkulloj në mediat sociale si person që edhe po i bën njerëzit që të gajasen pak, në mënyrën se si po i qaset. Ka talent për ata? Është i shtirur në disa momente, pra nuk e ka të natyrshme, edhe batutën që lëshon e ka të shtirur, madje mund të shikosh edhe që ka stonim në momente caktuara midis batutës dhe veshjes. Po politikisht do fitoj? Politikisht ai është i mbaruar. Pra është duke e kryesisht ku je në mes të detit, edhe ti kërkon ndihmë. Nxjerr dorën, edhe thua ndim, dhe aty të kalojnë disa tuaj dhe thonë çfarë po thot ai. Mos e thuaj këtë. E di çfarë më kujtove. Më kujtove kur the këtë i mbaruar. Më kujton në 97-ën është një video që qarkullon, janë këta qytetarë të armatosur. Ka shumë video nëpër YouTube që janë këta të armatosurit që në Shqipëria që se mendon a kemi qenë ne ata apo jo. Edhe është njëri në Vlorë më duket edhe me kallash, edhe vërtet finito Berisha finito. 96. Po. Berisha është akoma.
Po pra, Dhe ti thua i mbaruar për është Berisha. edhe ti thua i mbaruar për Lulin. Miguel është Berisha. Ndërkohë që Berisha s'duam, neve është idhull për disa njerëz në vendin tonë. e vërtet jam, është e qartë. Kurse Basha nuk e ka krijuar akoma të idhull, por nëse do të shohim një lidhje midis Bashës dhe Berishës, do të thoja që Basha që ishte menduar si pasuesi i Partisë Demokratike i doli nga rreshti i Berishës. Doli nga rreshti i Berishës dhe si pasojë kemi sot një mungesë të opozitës. Të opozitës reale, jo të opozitës. Dalja nga rreshti nuk është negative. Po për çfarë ndodhi? Për arsye parimore i korruptuar. Kështu të paktën këtu jemi prap për debat tjetër, Po. për një takim tjetër. mos e hapim ndonjëherë. Mirë atëre. Ilir Meta, Më vjen mirë sot që pati përfundoi paktën procesi i zgjidhjes martesës midis Ilir Metës dhe zonjës Monika Kryemadhi. Mbaroi në një periudhë 3 muajore që s'para ndodh në vendin tonë që një zonjë cila ka 700 halle dhe do të zgjidhë martesën me bashortin e tij, e saj që ta zgjidhë martesën në një periudhë kaq të shkurtër 3 muajore. Kështu që mendoj se nëse thua që sot janë zyrtarisht të ndarë. janë zyrtarisht të ndarë. Dhe sistemi gjyqësor për këta Për të punoi funksionuar shumë shpejt. për 3 muaj i dha zgjidhje martesës, ndërkohë që për qytetarët e tjerë shqiptar duhet një vit, më shumë se një vit, 8 muaj, 9 muaj apo edhe pak më shumë se sa kaq. Po nuk mund të thuhet që i kanë punë të mirë me drejtësinë. Apo mund ta themi? Jo, për aq kohë sa e kanë bërë xhiron jo vetëm që ndër qytetit, po edhe ande nga Spaku, nga rruga e re. Por do të doja fort që të kuptoja nëse zoti Meta do zgjitet deputet, mendoj se do dalë me muskuj të mira, sepse filloi stërvitjen jashtë, po e ka vazhduar dhe brenda, kështu që do jetë shumë i përgatitur fizikisht për të përballur, siç e mban menti ku bën ndryshimet te kodi zgjedhor që kapi atë vazon edhe Po që vazën ata hodhën të rreshtin e tavolinave, kështu që besoj do jetë shumë më i frikshëm dhe nëse do jetë sërish në parlament pas kësaj stërvitje që ka bërë. Duhen bërë tavolina hekuri, thua. Po. Tom Doshi, drejtuesi i Partisë Socialdemokrate, me mandaten tashmë në parlament, por ambisja e tij është për 6 mandate në parlamentin e ardhshëm. Në fakt kam parë këto ditë disa projeksione që nuk e nxirrshin fare partinë e zotit Tom Doshi. As më parë nuk e kanë nxjerr. Dhe nga njëra anë është kjo marrëdhënie që kanë individ tillë me qytetarët. Individ tillë me qytetarët që bëjnë pikërisht atë zgjidhjen e praktike. I mbaroj hallet, i marr votën. Dhe aty mbaron. Mund të jetë nga këto deputetët, nga këto politikanët cilët ka një marrëdhënie të mirë me një komunitet caktuar, shkon atje i thot çfarë hallesh keni ose nga ana financiare është mjaftueshëm mirë, ka këtë lloj besnikërie, mund të themi, me votuesin që i hap telefonin dhe pasi mbaron procesi zgjedhor dhe ka gjetur mënyrën se si duhet operu në këtë lloj mënyre. A është politikan cili bën ndryshimet në parlament e gjëra? Nuk është nga kjo kategori. Mbaron, merr mandatin e deputetit, shkon në parlament për të frekuentuar rregullisht apo nuk e di se sa rregullisht e frekuenton parlamentin për të qenë korrekt, por ka zgjidhur gjërat e tij personale. Ka zgjidhur gjërat e tij personale, ka zgjidhur gjërat e atij cilët i dha partin. Kështu që në këtë aspekt mund të themi që është i suksesshëm për si individ. Kështu si e thua ti, çfarë duhet kërkojmë më shumë nga një politikan? Është e çuditshme. Mirë, jemi tek partitë e reja, se relativisht të reja në grupi partive, po Adriatiku për herë të parë i del përpara qytetarëve të kërkoj votën me koalicionin Nisma Shqipëria Bëhet. Në fakt unë do t'i kthehem shumë vite më parë. Nëse ke dhe Endri mund mi bësh bashk. Po e kam Endrin, po pse do të bësh bashk? Po, sepse dikur kanë qenë bashk. Nisma Thurje dikur kanë qenë pjesë edhe Tiku, edhe Endri, edhe Pano. Dhe ja, gjetën rrugën për të bërë sërish bashk. Në një moment u ndan. U ndan se kishin problem leadershipi. Sa kuptohet. Pra, të dy
e asaj çfarë do të krijonin politikisht në vazhdim. E panë që askush nga këta nuk lëshoi pe dhe dikush prej tyre u tregu më i zgjuar, po themin thonjza, për të marrë partinë politike, dhe sot ne shohim që pasi krijuan të dy parcelat, pra njëri Nismë Thure dhe tjetri Shqipëria bëhet, vinë sërish bashk dhe vinë bashk si dy kryetarë. Dhe na sjellin në sikur është bërë bashkimi i madh i dy forcave politike. Po në të vërtetë është një bashkim që ato kanë qenë bashk. Është gjë që ka ndodhur më përpara. Pra, unë mendoj që së pari duhet të largohemi për te asaj çfarë thamë edhe pak më parë, partisë individ. Duhet largohemi edhe nga këto ndarjet për shkak të krijimit të parcelës të tij dhe më pas bashkimit të parcelave, po duke ditur që kjo është prona ime. Dhe unë do doja fort që të kishim sot parti të reja, ndoshta dhe të kishim përfaqësues të tyre në parlament për të kuptuar pak më shumë si do jetë qasja e tyre dhe nëse nesër pas nesër vin pushtet. E vërtetë është sepse pra, a do ndryshojnë këto nga komunikimi para se me qenë pushtet dhe pasi të vinë pushtet? Për të kuptuar dhe për testuar që ata çfarë ata deklaruan para se me pas pushtetin që s'kan lënë gjë për të thënë pushtetin, a do veprojnë? Është e njëjta gjë. Pra, më një herë mbasme që. Pra, kam të njëjtën qëndrim, do doja kështu një perceptim për sa i përket mënyrës se si komunikon, do doja fort që të mos kishte më këtë lloj qasje që në çdo emision të thuhet apo të deklarohet që ka mbaruar jashtë vendit arsimimin. Po pse krenari është, pse mos e thon? Por nuk mendoj se ata cilët mbarojnë në vendin ton arsimin e lartë kanë ndonjë mungesë. Po kanë mungesë. Po çfarë të kenë me? A kanë domethënë, a është më mirë Oxfordi? Po sigurisht është. A kanë patjetër. Po nuk mund t'i dalë një student i Oxfordit me gjithë respektin e studentit të Universitetit të Tiranës. Atëherë unë po të bëj një pyetje tjetër. A voton qytetari shqiptar se ti ke mbaruar shkollën në Oxford edhe unë e kam mbaruar në Shqipëri, apo ti e ke mbaruar në Shqipëri? Jo. Qytetari shqiptar. A do duhet të votonte kështu? Po do ishte ideale. Por nuk e kemi këtë lloj qytetari sot, fatkeqësisht. Kështu që unë do doja fort që këto partitë e reja të kishin mandate deputetësh për të kuptuar se si do jetë në vazhdim komunikimi i tyre me zgjedhësit. Vëzhgimi juaj është i saktë, dhe unë një them edhe mes njëri tjetër që do duhet të prodhoni një klimë demokratike ku, domethënë, nga një proces demokratik mund të vendosej shumë lehtë kush do ishte i pari dhe ku, dhe këta mund ta dështuan para disa vitesh ku krijuan forca. Po nuk kanë bërë ndonjë mëkat, këto janë gjëra që ndodhin në politikë. Jo, patjetër, pra, po jemi të reja. Okej. Në lupën që do të ishin disa veprime ndryshe. E qartë. E vërtetë. Pra se është sikur me pas debatin e Lul Bashës me dikë tjetër kush do marrë partinë. Pse qesh? Është popullor në rrjet edhe jo, është popullor dhe në rrjet dhe në media, po në fakt për nga integriteti nuk ke ç'i thua. Pra është nga politikanët e pakët, po flasim për Dashamir Shehin, që të paktën ta kuptojnë se ndoshta se kanë pa ata që na ndjekin se jo, e shohin se e kanë në ekran këtu. Pra, integriteti është, nëse do kishim 140 deputet, me këtë integritet do ishim ky vend sot. Do ishim ndryshe. Por çfarë ka krijuar dhe çfarë ka sjellur në politikën shqiptare, mendoj se nuk ka pasur një kontribut cilësor. E vërtetë. Për sa i përket kontributit të tij në gjithë këto vite përfaqësues si popullit shqiptar në kuvendin pak ndoshta mund të jem dhe un gabim për të qenë korrekt, ndonjë ligj që ka përmirësuar jetën e qytetarëve shqiptar
në një fushë caktuar, në një komunitet caktuar, dhe që iniciatori ka qenë Dashamir Shehi. Të paktën që për te integritetit kishim sot një nismë ligjore, një ligj që mund t'i atribuosh këtij si përfaqësues i popullit prej shumë vitesh. Agron Shehaj, lëvizja, partia Mundësia? Në fakt nuk më ka pëlqyer këto kohë të fundit me këta takime midis forcave të reja. Pra takimi midis forcave të reja është sikur me pas luksin me marr me gjëra që janë esenciale, thelbësore. Ngatron kush është armiku. Pra, po për shembull, se të fundit të këtij janë disa bomba që janë interesante. Për shembull, RTS-ja. Do me marr vëmendje. RTS-ja që merr 30 milionë euro. Është duke shumë interesante. Unë mendoj se do me marr vëmendje mediatike në rrjetet sociale, ka pasur goxha dalje dhe në emisione televizive dhe ndoshta KQZ-ja në një moment të kuptoj se si ka funksionuar daljet televizive për të kuptuar që ka pas pagesa, sponsorizime për daljen televizive apo jo. Kjo është për t'u parë nga institucionet që do ta monitorojnë. Është në një lloj euforie, mund të themi, euforie politike, sepse e shoh që gjatë gjithë kohës mendon se është deputet i sigurt, mendon madje që do jetë ai playmaker i qeverisarshme, ndërkohë ka pas këto kohë të fundit atakime nga Partia Demokratike për shkak se i ka marrë komplet listat e antarëve të Partisë Demokratike dhe i ka komunikuar për të ndryshuar votën nga Partia Demokratike tek partia e tij. Është debat midis dy partive. Do doja të paktën të kishte dëshmi të punonjësve të cilët kanë vite që punojnë tek kjo kompani. Për të kuptuar që në momentin që ka pas një drejtim të një kompanie të caktuar, një kompani që mund të jetë nga kompanitë më të mëdha në vendin tonë për sa i përket call centerëve, a ka treguar këtë lloj morali, integriteti dhe dëshire për të ndihmuar qytetarët të cilët kanë qenë punonjës të kësaj kompanie, për të kuptuar që kjo e mira që ai do t'i bëjë qytetarëve në vazhdim me forcën e tij politike apo me përfaqësimin e tij politike. A ka nisur që për momentin që ai ka pasur mundësi që të ndikojë te jetët e këtyre qytetarëve nëpërmjet pagesës? Po një çështë ka ndodhur, është tregues kjo? Për mua nuk ka ndodhur që dikush të dëshmoj për keq, apo ka pasur që dëshmoj? Jo, nuk e di, pra do doja, për mua është tregues. Sepse njeriu nëse lind me një lloj ndjesie për të ndihmuar qytetarët, për të ndihmuar ata të cilët sillet mirë me kolegun e punës dhe me punonjësin. Që në momentin e parë, pra nuk mundet që ti të shtiresh në një moment të dytë të caktuar. Pra unë do doja fort që ta kuptoja pak më shumë për të kuptuar që është sjellje e shtirur apo është sjellje e vërtetë. Data 11 të del koha deri në datën 11 të muajit tjetër, të marrësh vesh jo vetëm për këtë, po për gjithë nga këta se ça bëhet. Kështu që jeni kohë për të gërmuar edhe për të hulumtuar. I fundit le të themi në listën e dhe pothuajse janë të gjithë, nëse unë nuk kem gabuar, është Arlin Qori, Lëvizja Bashk. Teksa po vija tani këtu pash disa nga aktivistët e Lëvizjes Bashk me një nga këto karrocat me ato polanta dhe që thoni votonin numrin 2 për begati për kundër hajdutëve dhe oligarkëve, siç ishte një thënie kështu. Ata zakonisht I gjejnë me rim. Pra ishte me rim. Diçka më e bukur. Më e bukur, po s'po e mbaj mend të investohen në fakt kur u zgjodh një nga aktivistët e kësaj force si antar e Këshillit Bashkiak, Tiranë mendova që do kishte një lloj ndërhyrje në disa nga politikat kryesore të Bashkisë Tiranë, të Këshillit Bashkiak Tiranë. Ata kanë luftuar shumë jashtë. Treguesi që edhe kur janë brenda nuk mund të bëjnë dot gjë, ishte antari I Këshillit Bashkiak. Kështu që do doja fort të kuptoja pak më mirë dhe më shumë se ç'do bëjnë kur të jenë brenda. A do jenë prapë në heshtje? A mos është këshill kjo që duhet qëndrojnë jashtë se janë shumë mirë në kuptimin e terrenit, jo jashtë në kuptimin e politikës?
ata duhet e para edhe nëse shkojnë brenda të tregojnë që janë brenda dhe mund të bëjnë gjëra. Treguesi i kësaj që edhe ku janë brenda nuk kanë bërë gjëra që t'i vinë vërtet në ndihmë qytetarëve është e di që është e pamundshme dhe e pafuqishme, por ama nga njëra politika është arti të mundshme, domethënë i të bërit pamundshmes të mundshme. Për aq kohë sa I bie bara atij që e kërkon që ta dëshmojë që mund të bëjë gjëra që si bën dot dikush tjetër. Prandaj kjo është një tregues, doja fort që të kishte të paktën më shumë shenjat për treguar që kur jemi brenda ne bëjmë ashtu siç bërtasim tek rruga dhe brenda. E vërtetë është. Unë e shijova shumë këtë bisedë se unë munduam edhe të ngacmova pak mbase më shumë se ç'duhet, por kisha ca gjëra që edhe unë doja ti nxirja për publikun, kështu që të falenderoj që ishe pjesë e këtij komunikimi. Faleminderit Migen, faleminderit edhe Ergelsit për ftesën. Mendoj se spaku apo struktura e posaçme do ndikoj sadopak në mënyrën e votimit apo edhe të kryerjes së zgjedhjeve këtë vit dhe le të jetë paktën një vit që të përmirësoj sadopak mënyrën se si qytetarët do ta shprehin vullnetin e tyre të lirë për të zgjedhur atë që duan. Prandaj edhe ti ke një arsye më shumë për të shkuar dhe të votuar këtu. Patjetër. Mirë atëherë miq, faleminderit. Kjo ishte biseda me Gentian Sejranin, avokat, drejtuesi drejtësisë sociale dhe qytetari i Elbasanit, edhe kontribues në shumë prej aksioneve kombëtare që ne së fundmi ose prej vitesh janë organizuar në vendin tonë, kështu që unë ju le takim në bashkëbisedimin e radhës dhe mirupafshim.